Edhe pak muaj mbush 97 vjeç, Tun Lasku nga fshati Smaq ka shëndet të mirë dhe përveç që kujdeset për shtëpinë, ai drejton dhe makinën. Me makinën e tij bën 10 kilometra në Xërzët e Ravecit për të kryer obligimet ditore. Xërzët në Ravecit jam punon 5 vende në Zyme. Shkoj, këtë përdojnë mi e miskit pa hujt. Prapta, desi i gorës, se pa hujt, komën shpelon. Lasku, që 4 dekada drejton makinë dhe asnjëherë nuk ka bërë aksident në komunikacion. Ti bëj 48 vjetë. Tash mire ki, 48 vjetë. Para kuj, pa i ra kuj, mi grën jetë, pa i ra kuj, hish pa ba një greshk. Pasi aksident Të më konë s'ma këshën thonë, mu më kanë pranë për 3 vjetë. Pa his, pa kristis. E kur është fjalët e aksidentet, ai thotë se të rinjët shpesh nuk janë të kujdesshëm në komunikacion, ndërsa personat e shtyrë në moshë janë më të kujdesshëm. Ai riu, ti 80, unë 80, që kështë do me e kalu, që ka kapu, e ka mon shafë, edhe këtë tjetërin. Me 80 me pësa kam kalu, pa po ati 90 i sinë të zmanë, e të be mon shafë, ata tjetërin, tonë ti mërë shafë ti. Ati do marë pa tjetërin, më shmedhon më kur. Ja me kur më shmedhon? Të i du të më kënë më të kujdesshëm. Keti shash të 10 me të ta ka dhonë, se ke mon rrëshë vish në pasport me pare, se ke pare ta thëllë shafër, shkon bjetë lagoma, pjuhu, me mërdo të apërpjetë. E përveç që drejton makinën në këtë moshë, Tun Lasku shpesh shkon edhe në vreshtat e tij ku përkujdeset vazhdimisht që të ketë rendiment më të lartë të rrushit për të prodhuar rakin për nevojat e familjes.